politika është në trazir të madhe, po ashtu e kemi edhe pritet vizita e Trumpit që të shkojnë në Kinë. Ai duhej të shkonte atje në prill, po për shkak të luftës e shtyu. Dhe tani mendohet nga mesi maj që mund të jetë Trumpi në Kinë, dhe besohet që nuk mund të filloj kjo luftë përderisa Trumpi përgatitet që të shkojnë në Kinë, për shkak se do të shkojë atje si një dështak që është duke humbur luftën kundër Iranit. Ai donte të shkonte në Kinë si fitimtar, që pasi e fitoi Venezuelën dhe ta fitonte Iranin, ai do të shkonte në Kinë me kushtet e tija, që nëse doni të keni burime energjetike, patjetër ti pranoni kushtet, pra ishte një përgatitje për ta kërcënuar Kinën, pasi siç shiqejmë planet e tij asesi që të realizohen. Dhe do të nga ana tjetër, qëndrimet e vetë presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj propozimeve iraniane kanë shtuar sigurisht edhe pasigurinë, duke ngritur edhe shqetësime për ndikimin e tyre në vetë stabilitetin rajonal. Pra, tashmë në këtë momente që ne po flasim, mendoni se presidenti i SBA-s Donald Trump po luan tashmë një lojë të rrezikshme, ta quajmë, e cila sigurisht në vijim mund të ndesë edhe më tej konfliktin? Po tani, nëse shiqojmë edhe këtë armëpushim, pra kushtet e armëpushimit nuk respektohen. Një ndër kushtet e armëpushimit ishte që Izraeli ta ndërpres luftën në Liban kundër Hezbollahut, dhe në ditët e para arriti Trumpi që ta detyroj Izraelin që ta ndërpres konfliktin. Mirëpo ja që shiqojmë që është thyer armëpushimi dhe Izraeli vazhdon që ta bombardoj Libanin dhe ti bombardoj fshatrat e Libanit ashtu në njëjtën mënyrë ashtu siç ishte duke shkatruar Gazën. Dhe këtu shiqojmë që ky armëpushim nuk është stabil. Po ashtu Trumpi tha që ne do t'i bllokojmë të gjithë anijet tregtare të Iranit, dhe kjo është një thyrje e premtimit për armëpushim. Pra kuptohet që të gjithë këta janë shenja se mund të kthehemi në një konflikt të nxehtë. Tani përpiqet Trumpi që ta detyroj Iranin nëpërmjet sanksioneve ekonomike ta dëmtoj qeverinë e Iranit, mirëpo Irani është afër 40 e sa vite në sanksione dhe din që të mbijetoj në situata të vështira. Dhe nuk besoj që do të kenë sukses. Nuk do të kenë sukses edhe për arsyen se anijet luftarake amerikane janë shumë larg territorit të Iranit, ata janë në Oqeanin Indian dhe përpiqen që t'i ndërpresin disa anije me naftë të Iranit, dhe të paktën 2 apo 3 i kanë ndërprer, po njëjtën kohë Irani i kundërpërgjigjet duke i bllokuar anijet e perëndimorëve dhe konfiskuar anijet e tyre, pra shiqohet që nuk e ka atë kapacitet SBA-ja që t'i bllokoj tregtinë e Iranit, përveç se kemi shpjeguar që Irani ka edhe mënyra tjera për ta transportuar naftën, dhe të dhënat e fundit dëshmojnë që prej kur ka filluar kjo luftë, Irani eksporton shumë më shumë naftë se sa para fillimit të këtij konflikti. Ne e dim që edhe SBA-ja i tërhoqi sanksionet kundër Iranit për shkak se kishte krizë në botë për naftën, dhe çmimi i naftës është duke u rritur për çdo ditë. Ja sot e pash të paktën ishte mbi $110 fuqia e naftës dhe shkon duke u rritur, dhe të gjithë ata rritja e çmimit kuptohet që e pasuron ende më shumë Iranin. Mirëpo edhe këtë duhet ta kemi parasysh që nëse në bursë çmimi i naftës është $110 fuqia, në realitet ajo është diku $170-180 fuqia, për shkak se ka mungesë të naftës, dhe ai i cili paguan më shumë, ai mund ta merr naftën. Nga ana tjetër kemi kontakte bilaterale të Japonisë, të Koreas së Jugut dhe shteteve tjera të Azisë, sikur India, dhe të cilët negociojnë me qeverinë iraniane që t'u lejoj që anijet e tyre me naftë dhe me gaz të kalojnë në ngushticën e Hormuzit, dhe kuptohet që kjo
jarit prestizhin edhe Iranit, po edhe pasurin jarit Iranit, për shkak se në ngushticën e Hormuzit nuk kalon vetëm nafta dhe gazi, aty kemi edhe shumë elemente të tjerë të rëndësishme për industrinë, si që është heleniumi, kemi sulfurin, kemi amoniakun dhe që përdoret mandej për plehra kimike dhe të gjitha ata janë të nevojshme që të zhvillohet ekonomia botërore, qoftë për bateritë e veturave, qoftë për prodhimin e çipave që përdoren në për kompjutera apo telefona. Dhe këtë pasuri të vërtet e pa Irani gjatë kësaj lufte, dhe kush e di çka të bën Amerika, Irani nuk do ta lejoj ngushticën e Hormuzit, për shkak se ajo është garanci e vetme që mund të sigurojë një progres ekonomik për Iranin. Për sa i përket ministrit idiot të punëve të jashtme të Iranit, ashtu sikur e quan garda revolucionare, ai thotë që faza e parë duhet të jetë që kemi një garancion se Irani nuk do të sulmohet. Unë besoj që kjo është një fantazi e diplomatit të Iranit, për shkak se nuk ekzistojnë ashtu garancione. Ato garancione i parashikte edhe Xhavid Zarifi, i cili ishte ministri i punëve të jashtme të Iranit, dhe i cili bëri një marrëveshje me SBA-n, e cila marrëveshje si traktat ndërkombëtar kaloi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, dhe ku votua 15-0, pra 15 antarë të Këshillit Sigurimit, të gjithë votuan pro asaj marrëveshje, dhe nuk kaluan 2-3 vjet, erdhi Trumpi dhe shfuqizoi atë marrëveshje dhe i shpalli luftë si Izraeli, si Amerika i shpallën luftë Iranit. Pra kjo është një shembull i mjaftueshëm që dëshmon që nuk ekzistojnë ashtu garancione për luftë. Prandaj i kisha bërë thirrje diplomacisë iraniane që të tërhiqen nga kjo kërkesë, për shkak se është qesharake të besohet një shtet gjenocital si Izraeli, që të mund të kërkojsh nga ata që nuk do të sulmojnë, kur derisa ata në vitin e fundit kanë vrarë 10 mijëra fëmijë. Pra është qesharake kërkesa e Iranit. Qartë. Zotauti, nga ana tjetër është zhvilluar një telefonat mes ministrit të jashtëm gjerman dhe homologut të tij iranian Abbas Arghaçi, ku është diskutuar mbi zhvillimet në lidhje me programin bërthamor të Teheranit, por dhe situatën problematike tashmë ashtu si e dim në ngushticën e Hormuzit. Mendoni se tashmë po rritet dhe roli i Gjermanisë, le të themi si një ndërmjetës në krizën mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër, kjo telefonat a është një hap drejt rifillimit të negociatave? Gjermania nuk mund të jetë ndërmjetësues ndërmjet kësaj lufte. Gjermania është palë, Gjermania është një kukull e Izraelit dhe e SBA-s. Kur filloi agresioni izraelit amerikan kundër Iranit, kancelari gjerman Friedrich Merz ishte në shtëpinë e bardhë dhe përkrahu agresionin kundër Iranit, dhe gjatë gjithë kohës, sikur gjatë gjenocidit në Gaza apo tani gjenocidit që përpiqet ta bëjë në Libanon, Gjermania është furnizues i dytë i arsenalit ushtarak për Izraelin pas SBA-s, dhe asesi që mund të bëhet ndërmjetësues. Tani Gjermania e ka hallin se nuk ka energji të mjaftueshme, për shkak se për politikave të dështuara të tyre, ata thuajse i shkatruan të gjithë qendrat nukleare dhe ishin të varur nga gazi i lirë që e mirnin prej Rusie nëpërmjet tubacioneve, dhe kur filloi lufta në Ukrainë, ne e dim që SBA-ja arriti dhe me shtetet tjera të NATO-s që të shkatrojnë ata tubacione të gazit që prej Rusie shkonin në Gjermani, dhe Gjermania përfitonte në industrinë e saj nga gazi i lirë i Rusisë, dhe tani përderisa nuk merr gaz dhe naftë prej Rusie, të paktën drejt për drejt, dhe prej Amerike është shumë i shtrenjtë gazi, dhe me atë çmim të lartë ata nuk kanë përfitime për të prodhuar në industri. Ata ishin të varur nga gazi që vinte nga Gjiri Persik, vinte po ashtu edhe nga Katari,
Po ashtu merr një sasi të madhe të naftës merr edhe nga Kazakistani, që nëpërmjet detit Kaspik dhe Rusisë kalon dhe furnizohet edhe Gjermania me naftën e Kazakistanit. Tani Rusia apo Putini e ndërpreu që Gjermania ta merr atë naftë dhe Gjermania është në një panik të vërtet për shkak se çmimi i naftës është duke u rritur për çdo ditë dhe nuk kanë gaz dhe naftë të mjaftueshme dhe ata janë të detyruar tani të hyjnë në një marrëveshje me diplomacinë iraniane